Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve, këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Kandidati Trump për ambasador në Tiranë mbështet SPAK. Eric Cohen deklaron në Senat se prokuroria e posaçme është e pavarur dhe ka bërë punë të madhe. Kryeministri Rama takohet në Seul me homologun koreano-jugor Kim Min-sok. Diskutohen investimet në teknologji dhe projektet për inteligjencën artificiale. Pas skandalit të Sarandës, ministri i Brendshëm paralajmëron kontrolle në zonën bregdetare. Aksioni me fokus goditjen e korrupsionit në radhët e policisë. Gjykata kushtetuese shqyrton ankesën e bërë nga Erjon Veliaj kundër masës së sigurisë arrest në Burg. Kryebashkiaku i Tiranës kërkon të kthehet në liri. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Një nga prioritetet e të përzgjedhurit të Donald Trump për ambasador në Tiranë do të jetë mbështetja e SPAK. Gjatë raportimit të Komisionit në Jashtëm në Senatin Amerikan, Eric Cohen vlerësoi punën e prokurorisë së posaçme, duke thënë se po bën një punë të madhe. Kandidati i presidentit Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, generali në pension Eric Cohen, doli para Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan për të raportuar. Ai ka vlerësuar punën e SPAK duke cilësuar një institucion jo politik të pavarur dhe të suksesshëm, ndërsa theksoi se do të vijojë mbështetje ndaj tij nëse konfirmohet. Puna e tyre është kritike për sa kohë mbeten të pavarur dhe jo politik. Kjo ndikon edhe në klimën e biznesit, rrit transparencën dhe ndihmon bizneset amerikane në Shqipëri, duke balancuar situatën. Prokurorët që shkojnë në SPAK kryejnë veting të rëndësishëm, edhe poligraf. Ata monitorohen nga SBA dhe europianët. Kanë trupën e tyre hetimore, BKH-n, prokurorët special dhe gjykatat speciale. Cohen theksoi se Porto Romano mund përdoret për të përmbushur synimet e Aleancës së Atlantikut të Veriut. Porto Romano is one of the key ports there that Përsa i përket aleancës tonë në NATO, një pikë e rëndësishme është Porto Romano. Mendoj që në të ardhmen do të ketë një facilitet për kargo. Është i lokalizuar dhe do të jetë efektiv në 2030. Nga aty forcat ushtarake do të kenë një vendodhje fitimprurse për NATO-n dhe për bizneset gjithashtu. Pasi të shkoj atje, unë duhet të shoh çfarë ndodh atje dhe pastaj të veproj. Cohen është pyetur se si do të jetë reagimi i tij institucional në lidhje me investimet që pritet të bëhen nga familja Trump në Shqipëri. I'm not familiar with personal, family. Unë nuk jam i njohur me investimet e familjes Trump. Unë do të bëj punën time si ambasador. Nëse ato kompani ndjekin rregullat, atëherë do të jemi në rregull. Kandidati Donald Trump për ambasador në Tiranë u shpreh se nëse konfirmohet, prioritetet e tij kryesore janë bashkëpunimi në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës. Gjatë vizitës zyrtare në Seul, kryeministri Rama është takuar me homologun koreano-jugor Kim Min-sok. Ata diskutuan mbi investimet në teknologji, projektet inovative, si dhe interesin e lartë për inteligjencën artificiale. Edi Rama është rikthyer në Korenë e Jugut pas 24 vitesh, kësaj here jo si kryetar bashkie, por si kryeministër i Shqipërisë. Këtë të mërkur, kryeministri u prit nga homologu i tij koreano-jugor Kim Min-sok, me të cilin u diskutua dhe forcimi i marrëdhënieve mes dy vendeve. Biseda u fokusua gjithashtu tek teknologjia, ku u vu në dukje fakti se Shqipëria ka emëruar diellën të parën ministre në botë për inteligjencën artificiale. Kryeministri Kim Min-sok është shprehur se Korea e Jugut i kushton një rëndësi të veçantë zhvillimit të AI dhe teknologjive të avancuara. Nga ana e tij, Rama u shpreh se Korea e Jugut është një burim frymëzimi për Shqipërinë, sa i përket zhvillimit kombëtar. Në konferencën aziatike të leadershipit, ai tha se të dy vendet kanë ngjashmëri, pasi kanë kaluar vështirësi historike dhe kanë arritur zhvillimin ekonomik dhe demokratik, pavarësisht sfidave. Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës dhe sot ajo po ecën në një tjetër rrugë, thellësisht ndryshe. Një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi drejt Bashkimit Evropian. Institucionet mund të ndërtohen edhe kur një vend dikur i kufizuar nga izolimi mund të frymëzohet nga aspirata. Kjo është vetëm një prej arsyeve pse për mua është kuptim plot të jem në Seul. Më herët, kreu i qeverisë zhvilloi takime me sipërmarrës të kompanive më në emër të teknologjisë së Koresë së Jugut, si LG Group, Kia Corporation dhe Lotte Group. Gjithashtu, vizita e Ramës në Azinë e Largët vijon të njëjtën, ku kreu i qeverisë do t'i drejtohet Japonisë, ku do të pritet nga homologja e tij në një takim zyrtar në Tokyo.
Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari paralajmëroi kontrolle në të gjithë zonën bregdetare për të zbuluar çdo rast të zaptimit të hapësirave publike. Sipas tij, aksioni do të ketë në fokus edhe goditjen e korrupsionit në radhët e policisë. Pas skandalin në komisariatin e Sarandës, ku arrestua thuajse gjithë zinxhiri drejtuesi policisë lokale, pasi kishin lejuar ndërtimin e një strukture pa leje, Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari paralajmëroi një aksion në të gjithë vendin me fokus bregdetin. Kjo ishte një mesazh besoj shumë i qartë për çdo tjetër që mendon që mund të përfitojë në kurisë të interesit kombëtar, interesit publik, duke mbyllur syt. Por padyshim, nëse do të ketë raste, jeni të sigurt që reagimi do të jetë i pakompromis, i menjëhershëm. Sa i përket luftës kundër kultivimit të kanabisit, Lamallari tha se në bashkëpunim me Guardia di Finanza do të shtojnë kontrollet në zonat të veçanta për parandalimin e këtij fenomeni. Nga 1 maj 2026 deri më 31 tetor, ne do të kemi, pra janë planifikuar në total 200 orë fluturimi, me 20 orë shtesë nga viti i shkuar, ku konkretisht një risi do të jetë këtu krahas përdorimit të helikopterit me sensor të dedikuar, do të kemi edhe përdorimin një avioni të veçantë, i cili sigurisht do të përcjellë në kohë reale koordinatat e dyshuara. Ministri u ndal dhe tek sezoni turistik, për të cilin policia e shtetit ka hartuar një plan masash për garantimin e sigurisë. Koha e hyrjes në kufijtë e Shqipërisë në Rinas konkretisht është minimizuar në pak sekonda përmes përdorimit të e-gates, pra portave elektronike, dhe e njëjta gjë do të ndiqet dhe në portat e tjera, konkretisht në portin e Durrësit dhe Sarandës, ku ne po punojmë për të prezantuar edhe aty e-gates, në mënyrë që të kemi një lehtësim të procedurave të kontrollit kufitar, sigurisht pa cënuar standardet e sigurisë. Smart City është një tjetër risi për të garantuar sigurinë në shkolla, ku sipas Lamallarit, viti ri shkollor do të gjejë vendin me 21 shkolla të pajisura me kamera me inteligjencë artificiale, që do të zvendësojnë monitorimin nga njerëzit. Një polic i komisariatit të Sarandës është arrestuar pasi u kërkonte para 2 vëllezërve, duke premtuar se nuk do dorëzonte përgjimet ndaj tyre. Por efektivi ka fundosur veten, teksa në përgjime janë fiksuar edhe bisedat e tij me nënën e 2 vëllezërve. Sa komik, por dhe një zbërthim i korrupsionit brenda radhëve të policisë është rasti i Edmond Dëreqit, oficeri i komisariatit të Sarandës, i arrestuar një ditë më parë nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore për korrupsion. Ruçi kishte informacione për përfshirjen e 2 vëllezërve në veprimtari kriminale. Pas hetimeve fillestare, oficeri i policisë i kërkon leje prokurorisë për të përgjuar 2 vëllezërit e dyshuar. Në përgjime 2 vëllezërit shprehen për veprimtarinë e tyre. Pas kësaj, efektivi Edmond Ruçi takon nënën e tyre, ku i tregon për hetimet, përgjimet dhe i kërkon që djemtë e saj të japin shumë parash nëse donin që të mbyllnin hetimet. Gruaja më pas informon 2 djemtë e saj ku çdo gjë është e regjistruar në përgjime. Pasi 2 vëllezërit nuk po paguanin paratë e kërkuara nga oficeri i policisë Edmond Ruçi, ky i fundit i ka dorëzuar në prokurori provat dhe përgjimet e 2 vëllezërve, pa kuptuar që brenda përgjimeve kishte edhe komunikimin që nëna e 2 të dyshuarve kishte folur me djemtë e saj, duke i vendosur në dieni për bisedën që kishte bërë me Ruçin. Prokuroria, pasi ka zbardhur bisedat, ka kuptuar lojën e dyfisht të efektivit, ku menjëherë ka lëshuar urdhër për arrestimin e tij. Gjykata kushtetuese shqyrtoi kërkesën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për shpalljen të paligjshëm të arrestimit të tij në shkurtin e vitit 2025. Erion Veliaj ka goditur masën e sigurisë arrest me burg në të gjitha shkallët e gjyqësorit dhe tani kjo masë është në dorën e gjykatës kushtetuese. Seanca u zhvillua mbi bazën e dokumenteve dhe gjyqtarët nuk morën një vendim në lidhje me fatin e kryetarit të Bashkisë së Kryeqytetit. Në ankimimin e dorëzuar në gjykatë, ekipi avokatëve të Erion Veliajt ka argumentuar se masa e sigurisë është jo proporcionale dhe ka penguar atë të ushtrojë detyrën e kryetarit të bashkisë, duke lënë Tiranën pa qeverisje efektive. Nga ana tjetër, SPA ka argumentuar se masa e sigurisë është e drejtë, pasi duke qenë në detyrë, Erion Veliaj ka mundësi të prish prova apo të ndikojë tek dëshmitarët. Gjykata e posaçme apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar shpalli të pafajshme ish drejtoreshën e Autoritetit Rrugor Shqiptar Sonila Qato. Ajo ishte dënuar me 6 muaj burg për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Gjykata e shkallës së parë ja kishte konvertuar dënimin më pas në 60 orë punë në shërbim komunitar, ndërsa këtë të mërkur apeli e çliroi nga ky dënim. Vendimi u ndryshua edhe për ish vartësit e saj, Simon Prendi, Erdica Lillari dhe Elona Gogo, të cilët u shpallën
konsiderohen gjithashtu të pafajshëm. SPAK pretendoi se ata kishin favorizuar një operator ekonomik në tenderin për ndërtimin e tunelit të Skërficës. Mungesa e fondeve për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve ka qenë në fokus të dërgjesës së radhës të Komisionit të Reformës Territoriale. Demokratët janë shprehur skeptik për shkrirjen e bashkive të vogla dhe krijimin e rajoneve. Financat vijojnë të jenë problemi kryesor për bashkitë. Në mbledhjen e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale, gjatë një dëgjese, kryebashkiakët ngritën shqetësimin se nuk mund të mbulojnë dot një sër shërbimesh për shkak të mungesave të fondeve. Shërbimi pijor, kudhimi, rrugët rurale, arsimi parashkollor e të tjera nuk mbulohen plotësisht me fonde nga transferta e pakushtëzuar. Burimet njerëzore duhet të përmirësohen. Të gjitha bashkitë duhet në fillim të flasin një gjuhë për të ardhurat vendore. Në territorin e Republikës së Shqipërisë ka bashki që kanë një buxhet shumë të madh dhe deri diku ndoshta edhe të mjaftueshëm, ashtu siç ka bashkitë vogla, buxheti së cilave është i pamjaftueshëm për të kryer edhe investime që kanë interes të lartë publik. Megjithatë, anëtarët e komisionit e rikthyen vëmendjen tek ndryshimi i hartës territoriale. Ishin demokratët ata që vunë në pikpyetje, nëse shkrirja e bashkive të vogla me të mëdhat do të sillte lehtësi. A mendoni ju që shkrirja e bashkive tuaja në njësi më të ndaja e përmirëson cilësinë e shërbimeve të atyre që ju pretendoni që i ofroni mirë, po dhe të atyre për cilat ju shprehet rezerva për pamundësi? Përgjigjen deputeti i opozitës e mori nga bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku, i cili u shpreh është ende herët për të biseduar për të kurrë apo shtim të numrit të institucioneve vendore. Por referat për si mund të ishin ndoshta hipotetikisht rajonet për cilat s'kan detyrë. Dëgjesat me kryebashkiakët do të vijojnë deri në fund të muajit maj, teksa anëtarësia e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale vijon dhe me diskutimet në terren. Një aksident ndodhi mbrëmjen e vonë të së martës në autostradën Mamura-Silat, ku një person humbi jetën dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur rënd. 2 automjete që po lëviznin në të njëjtin drejtim janë përplasur me njëri tjetrin, e përpasoi një nga makina doli jashtë rrugës. Nga goditja e fortë, shoferi i saj ndoroi jetë në vend ngjarje. Ndërkohë, 4 të plagosurit në të 2 automjetet u transportuan me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore. Hetimet paraprake tregojnë se një nga makinat ka goditur mjetin tjetër nga pas, duke bërë që të dyja të humnin kontrollin dhe të përfundonin jashtë Karexhatës. Bordi i Transparencës vendosi këtë të mërkurë të ulet çmimin e naftës dhe të benzinës në tregun vendas. Sipas vendimit të bordit, 1 litër naftë do të tregtohet 202 lek nga 205 që ishte, pra 3 lek më lirë, ndërsa benzina do të kushtojë vetëm 1 lek më lirë, duke u tregtuar për 188 lek për litër. Çmimet e reja do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës. Nga ambientet e Melia Durrës është zhvilluar konferenca vjetore e mikrofinancës. Qendra përfaqësues të këtij sektori nga vendi e bota trajtuan sfidat që lidhen me ekonominë dhe zhvillimin e teknologjisë. Mikrofinanca konsiderohet shumë e rëndësishme në mbështetjen e individëve dhe bizneseve të vogla. 400 përfaqësues të industrisë së mikrofinancës, investitorë dhe ekspertë nga 36 vende të botës u bën bashkë në Melia Durrës. Ata morën pjesë në konferencën e 28 vjetore të Qendrës së Mikrofinancës me temë Mikrofinanca në tranzicion, a është mision në rrezik? Konferenca organizua për të diskutuar sfidat dhe transformimin e sektorit të mikrofinancës në një kohë kur zhvillimet teknologjike dhe ndryshimet ekonomike po ndikojnë ndjeshëm në industrinë financiare. Kryetaria e Shoqatës së Mikrofinancës Shqiptare, Arlin Damuja, u shpreh se ky është viti i dytë që konferenca organizohet në Shqipëri, duke cilësuar këtë si një vlerësim për zhvillimin që ka njohur sektori në vend gjatë 3 dekadave të fundit.
Mikrofinanca në Shqipëri ka një zhvillim më thelbësor, sepse ndihmon që prej 30 vitesh bizneset e vogla, individët për një mirëqenie më të mirë, por tashmë e veçanta e mikrofinancës në Shqipëri është përqasja e digitalizimit, shërbimeve digjitale, dhe sot mikrofinanca është në fakt lideri i zhvillimit digital në Shqipëri dhe po ndikon jo vetëm në edukimin financiar, por edhe në edukimin digital të popullsisë. Sot vërtet ne përfaqësojmë 7% të vlerës së kredive të dhëna, por ne përfaqësojmë 25% të kërkesës, të numrave të kërkesës për kredi. Zëvendës guvernatorja e dytë e Bankës së Shqipërisë, Natasha Ahmetaj, u ndal tek rregullimet që sektori i mikrofinancës ka kaluar në vitet e fundit, duke shtuar se ndryshime të tjera ligjore priten në vijim. Produktet duhet jenë të përshtatura me këto kategori familjarësh dhe bizneses që janë me të ardhurat të ulta. Por ndryshimet regulative natyrisht që nuk kanë përfunduar, do të shoqërohen nga ndryshimet të tjera, të cilat do kenë në qendër të qëllimeve të tyre një ndarje të qartë midis aktivitetit të kreditimit, pra të asaj që ne quajmë kredit të re të mikrofinancës, nga aktiviteti menaxhimit të kredive me probleme, në mënyrë që të mos kemi keq përdorim të produkteve, keq përdorim të mandatit që licencave ka dhënë këtyre institucioneve dhe sidomos të mos kemi, si të thuash, mungesë të transparencës. Konferenca përfundoi me thirrjen që sektori i mikrofinancës të ruajë balancën mes objektivave tregtare dhe misionit social, duke vijuar të mbështesë shtresat dhe bizneset që kanë më së shumti nevojë për akses financiar. Këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.